përfundimtare me Serbinë. Vlerësojmë pashtu që as pushtetit tretë dhe as ndonjë krijesë me kompetenca ekzekutive nuk duhet të vjen shprehje sepse e defunksionalizon shtetin e Kosovës, por vlerësojmë se ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale që gjithë shtetarët e Kosovës të fitojnë pikpamjet drejtave dhe lirive të tyre shtetare, që të punojmë në zhvillimin ekonomik, në prosperitetin në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe në mirëqenien e qytetarëve, prandaj politikat evropiane janë politika të cilat çojnë përpara statusin e njeriut, të drejtat e njeriut, mirëqenien e njerëzve, dhe ne me Serbinë mund të ballafaqohemi në çdo rast të diskutojmë këto tema, por asesi të diskutojmë tema të cilat e vënë në pikpyetje funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Përpos kësaj, ne diskutuam edhe lidhur me proceset aktuale, sa i përket funksionimit qeverisë dhe Parlamentit të Republikës Kosovës. Ne mendojmë se janë pjek kushtet që qeveria t'jap dorëheqje dhe janë pjek kushtet që Parlamenti i Republikës Kosovës shpërndahet. Sepse një parlament i cili mund ta përfundojë një mbledhje nga pranvera deri në fund vitit, është parlament jo funksional dhe nuk është në interes qytetarëve të Republikës Kosovës që të kenë parlament tim. Një qeveri e cila merret vetëm me shpenzimet e buxhetit dhe në asnjë punë tjetër, dhe këto shpenzime i bën mbi bazat të klientelizmit, nuk është qeveri cilën e meriton Kosova dhe cilën e meritojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj është më mirë se ata mos ta presin mocionin e mosbesimit nga opozita, sepse edhe ky mocion për shkak të interesave po prolongohet, po zhaditet, por në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës është që Republika e Kosovës me pas një qeveri e cila i del zot kësaj pune, i del zot edhe dialogut me Serbinë, i del zot edhe liberalizimit vizave dhe plotësimit të kriterëve, sepse kriteret duhet në mënyrë të vazhdueshme të edhe konstante të plotësohen, siç është kriteri i luftës kundër krimit edhe korrupsionit, por edhe temave etike për qytetarët, siç është papunësia, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, siç është niveli i ulët i cilësisë arsimit, të shëndetësisë, cilat kjo qeveri dhe ky parlament i kalon totalisht anash dhe po improvizojnë tema vetëm sa për të ekzistuar. Do të këto ishin preokupimet tona. Në javën tjetër ne do të jemi pjesëmarrës në Kongresin e Partive Popullore Evropiane. Zoti Aziri do ta drejtoj delegacionin e LDK-s në këtë kongres, edhe atje ne do të diskutojmë, përkatësisht do të prezantojmë çështjet aktuale të vendit tonë, edhe pashtu do të prezantojmë edhe nevojën që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm pa viza, sepse është një drejtë e cila ju ka mohu vetëm qytetarëve tonë, e cilin po gëzojnë gjithë qytetarët tjerë. Faleminderit. Zotë Mustafa, në informacionin për LDK-s, a ka presion mbi lidhjen demokratike të Kosovës, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të jeni pjesë e ekipit të unitetit të propozuar nga qeveria, ose thjesht të arrihet një gjuhë përbashkët me subjektet politike shqiptare për fazën finale të dialogut? A është zbutje e qëndrimit kjo lidhjes demokratike të Kosovës, dhe a mund që LDK-ja së shpejti të jetë pjesë e ekipit të unitetit propozuar nga qeveria e Kosovës? Tash unë themi e kam kështu të relativizuar mjaft shumë këtë nocionin e ekipit të unitetit. Sepse ne si LDK konsiderojmë se këto çështje do të kryejnë institucionet e Republikës Kosovës. Do të kryejë qeveria e Republikës Kosovës, një qeveri e Republikës Kosovës e cila ka përfaqëson një shumicë. Do të thotë që siguron që marrëveshjet të zbatohen ose të aprovohen ose të miratohen ose të ratifikohen nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Prandaj ne se kemi menduar këtë çështje edhe nuk do të bëhemi pjesë e kurfar ekipi, edhe s'kemi pas presion që ne të bëhemi pjesë të ekipeve. Ne kemi pas sugjerime dhe angazhime edhe të përfaqësuesve të SHBA, me të cilët jemi takuar, edhe të përfaqësuesve gjerman, me të cilët pashtu jemi takuar, që LDK-ja të jetë aktive dhe ta jap kontributin e vet në procesin e dialog. Ne kemi thënë se ne do të gjithsesi kemi qenë edhe përpara konstruktive dhe kemi votuar marrëveshjet që na rrit në Bruksel. Do të jemi konstruktive edhe tani,
por tani ne s'mund të bëhemi pjesë e humbësve, sepse ata që po drejtojnë Kosovën janë pakicë, edhe ne s'mundemi tash ta plotësojmë vakumin e pakicës. Do ta kemi një shumicë, në cilën LDK-ja do ta japë kontributin e vetë, edhe do ta kemi një siguri se ato marrëveshje ose ajo marrëveshje që do të bëhet do të përfaqësojë interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, e asesi të insistohet në zgjidhje personale në këtë proces. Jo, në emocionin do ta vazhdojmë, s'kemi heqë dorë fare, por nuk do të shkojmë emocion pa i siguru votat e mjaftueshme që emocioni të jetë i suksesshëm. Për me qenë emocioni i suksesshëm, ne do të sigurojmë jo vetëm 61 nënshkrime, por do të sigurojmë 61 vota në kuvend, në mënyrë që emocioni të jetë i suksesshëm. Prandaj po punohet, do të thotë është duke bashkëpunuar grupi jon parlamentar me grupin parlamentar të vetëvendosjes të Partisë Social-Demokrate dhe sa i përket votave të deputetëve të këtyre partive, vërtet nënshkrimeve për mocion ato konsideroj se ekzistojnë sipas informatave që ne kemi, por po punojmë që të sigurojmë edhe disa vota nga partitë cilat janë në pozitë. Prandaj përfundoj se nuk kemi heqë dorë, do të heqim dorë, jo vetëm për shkak të dialogut, por për shkak të asaj që vërtet jemi shumë bindur që ky vend e meriton një qeverisje tjetër, një qeverisje cila është shumë e mirë dhe cila mundet me mu përballë me këto sfida me cilat ne po ballafaqohemi sot. Do thama sot kryet vendet e Kosovës se jemi shumë afër konsensusit. Ka llogaritë, do të thënë që qëndrimin që ju vetë e fatë në asaj që ata po bëjnë. Unë tash s'mund të them se në çfarë llogaritë kryetari i kuvendit. Unë konsideroj se mas pari nuk është kryetari i kuvendit themi strumbullari i këtyre çështjeve, sepse ai është vetëm spiker, është vetëm drejtuesi seancave të kuvendit dhe kryetari i një partie politike. Unë mendoj se ai do të përmbahet atij autoriteti dhe atij autorizimi që e ka, do të thotë ai nuk e ka kompetencën e unifikimit, i bjeni institucionit tjetër i cili do ta bëj këtë punë, po i cili se ka bërë sepse ka fillu keq procesin, nuk do të ketë konsensus në asnjë rast për konsensusin s'mund të flitet. Jemi të angazhuar për një pajtueshmëri të gjerë. Themi në Kosovë lidhur me një platformë dhe lidhur me dialogun, por nuk mund të ketë pajtueshmëri nëse dikush me çdo kush dëshiron të ta mbajë karrikën e vet edhe pushtetin, edhe akuzon opozitën pse s'po bëhet pjesë e proceseve të cilat ata s'mundin të shojnë përpara, sepse në këtë rast e kemi më të madhe opozitën se sa pozitën për këto punë. Ata po na akuzojnë neve që neve po luftojnë për pushtet edhe për karrika, ndërkaq nuk po shohin veç ata i nul karrika, s'dojnë të lëshojnë ato karrika, edhe s'dojnë të lëvizin në mënyrë që këto procese të shkojnë përpara. Ne nuk kemi komunikuar me kryetarin e kuvendit, por konsiderojmë se ato janë reklama që pja bën ai veti, por asgjë më shumë se sa reklama ose autoreklama nuk ka në këtë proces. Është raportuar media para disa ditëve në takimin që ka pas LDK-ja i përfaqësuar me Deliu me ndihmën sekretarin e Shërit me Palmer, me lidhje që sekretari amerikan ka thonë që nuk ka fakte Evropa dhe Amerika me rapidime. Zoti Deliu ka qenë takim superfaqësuesi i LDK-s, a më na ka thënë çka ka thonë sekretari amerikan. Bisedat me zyrtarin amerikan kanë qenë shumë konstruktive në të mirë të Kosovës dhe sigurisht ne jemi të gatshëm që gjithherë bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e problemeve të Kosovës, sepse ata asnjëherë Kosovës nuk i kanë dhënë këshilla jo të duhura. Zotëriu, a ju ka kërkuar ju LDK-s në bashku në dialog nga se siç është raportu, ata edhe bëjnë në kampune me i prit parti politike dhe temit e tyre në pas ka shëndësishme të vendit. Unë e thash atë që e thash, tjetër diçka nuk kam e shtuar. Tash ne kemi biseduar me zotin Palmer, kemi zhvilluar një bisedë një orë gjysmë
e ka qenë do të në shtëpinë time me kryetarët e BDK-s. Unë s'mund të flas për teket partive politike, unë flas për parimet partive politike edhe për një proces që është shumë i rëndësishëm për Kosovë. Në cilin ne s'mundem me hy pa parime edhe s'mundem me hy pa besim reciprok. Zoti Palmer ka kërkuar që ne gjithë ta japim kontributin ton në këtë proces, do të thotë sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë angazhuar gjithmonë, por unë konsideroj se kontributin në këtë proces do të jetë i vlefshëm edhe do të zë vend për të mirën e Kosovës, në qoftë se ne s'pari i përcaktojmë bashkarisht në Kosovë se cilat janë synimet tona dhe çka dojmë ne nga ky proces, edhe në qoftë se arrim që siguroj mekanizma cilat e kthejnë besimin reciprok ndërmjet nesh, sepse problemi është ky besim nuk ekziston. Që LDK nuk i beson as PDK-s, as zotit Veseli, as disa tjerëve, edhe ne s'mund t'i bëhemi pastaj bisht njerëzve edhe partive të cilat kanë abuzu me bashkëpunimin me ne, dhe përderisa ata sillen në mënyrë të tillë, atëherë s'kemi ne përkrahjen as të antarësisë, as qytetarëve, as të dhejësisë LDK-s që ne të bëhemi pjesë e themi ekipeve që drejtohen nga këta njerëz. Ne do të bëhemi pjesë e Kosovës, edhe pjesë e përgjegjësisë tonë për Kosovën, qofshim në pozitë apo në opozitë, dhe këtë kontribut ju kemi thonë edhe partnerëve tonë se do ta japim. Pa marrë parasysh a jemi në pozitë apo në opozitë, sepse ne mendojmë për Kosovën, mendojmë për këtë vend si LDK, edhe ne do ta gjejmë mënyrën se si do ta japim kontributin tonë, por asesi që ne të bëhemi pjesë instrumenteve të cilat ne nuk i vlerësojmë që janë korekte, që janë të besueshme edhe që kanë për një me. Ne kemi për një me për gjitha këto gjëra që po i themi këtu, dhe do të qëndrojmë besnik ndaj këtyre parimeve. Faleminderit shumë.